Po i përgjigjem komentit tënd e dashur, vetëm që njerëzit mos të ndikohen nga komentet e tilla dhe informacione të pasakta. Unë ka vite që bëj bukë me brumë të fermentuar dhe nga përvoja ime, kur brumi është i balancuar dhe fermentimi bëhet ashtu siç duhet, buka nuk del e tharrët. Përkundrazi, fermentimi natyral e bën bukën më të lehtë në tretje dhe shumë herë më të shëndetshme. Majaja është një mënyrë e shpejtë për të bërë bukën, por kjo nuk do të thotë që është domosdoshmërisht zgjedhja më e mirë për një bukë të shëndetshme. Prandaj e dashur, është mirë që njerëzit të dinë se buka me brumë të fermentuar, nëse punohet ashtu siç duhet, është një nga mënyrat më natyrale dhe më të shëndetshme për të zënë bukë. Përse e ka emrin brumë i thartuar, nuk do të thotë detyrimisht që ta bëj bukën e thartë. Në fakt, unë e quaj brumë të fermentuar ose maja natyrale. Dhe kur ky brumë bëhet ashtu siç duhet, atëherë ai ka fuqinë e duhur për të bërë një bukë jo vetëm të mirë, të butë, por edhe të ëmbël dhe as pak të thartë apo të asët siç e quan ti. Në fund të fundit, rëndësi ka se si punohet brumi dhe se sa kohë ti i jep për të fermentuar. Ta garantoj unë që buka me maja natyrale nuk del as pak e tharrët dhe është shumë e shijshme.